Bank, lutem jam në mes të fjalës. Po jo, s'mund të ta jam të presja. Kur të shkoj të pika, fillon e drejta juaj. Për përputhshmërinë e procesit të licencimit me legjislacionin shqiptar dhe evropian, si dhe ndikimin e mundshëm të këtij licencimi mbi vlerësimin e Shqipërisë nga të lutem jam të presja e dytë. Nga mëni, jo nuk mund të ndërpritet në mes të fjalisë. Në mes të fjalisë nuk ndërpritet. Nuk ndërpritet fjala e askujt. Po zoti kryetar, urdhro. Mani val dhe ecurinë e negociatave. Ta mbarojmë, lutem, dhe merre fjalën procedurë. Do lexoj rendin pikën që fillova të lexohet rendi ditës dhe para se të fillojmë diskutimin, ju lutem merreni fjalën dhe thoni pretendimin tuaj procedurial. Nuk kam paragjykim fare, mund të keni të drejtë, por nuk mundet që të ndërpritet fjalia në mes dhe të jap fjalën procedurë. Jo, kjo s'është e vërtetë. Pra, edhe një herë, ju lutem mos ndërprisni seancën. Nga Mani Val dhe ecurinë e negociatave të antarësimit të Bashkimit Evropian, kryeministri ka deleguar interpelancën Ministrit të Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin, zonjës Eriona Ismaili. Para se të fillojmë interpelancën, duhet të them përjashtimisht, sepse në interpelancë nuk ka ndërprerje, por meqense zoti Bardhi pretendojnë që ka të lutem, po e merr fjalën, po pse duhet ta sqaroni ju? Ndërkohë që ka marrë fjalën zoti Bardhi procedurë, do ta sqaroj. Çfarë kuptim ka? Zoti kryetar, që ju jeni një shkelës konstant i kushtetutës dhe të rregullores kuvendit, për këtë nuk kam asnjë dyshim, sepse e keni me vendim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Por që të bëni këtu se kur harroni gjëra, se me demek nuk e kanë mendjen deputetët e opozitës, po them që po ne e kemi vëmendjen në çdo moment. Ju i keni refuzuar, siç bëni në çdo seancë, grupit parlamentar të Partisë Demokratike, një interpelancë urgjente të thirrur me kryeministrin e Shqipërisë, lidhur me çështjen e Akshit, keni kthyer dje pas orarit zyrtar një përgjigje për grupin parlamentar, ku na jepni arsyet pse ju si kryetari i kuvendit në shkelje flagrante të nenit 80.1 të kushtetutës refuzoni interpelancën urgjente të kërkuar me kryeministrin. Dhe sipas rregullores së kuvendit, neni 89.3 s'pari njërë do të kishte njoftuar seancën plenare tek njoftimet që ka ardhur një kërkesë për interpelancë dhe që ju në shkelje të kushtetutës, në shkelje të rregullores, në shkelje të drejtës për mbikëqyrje parlamentare të deputetëve të opozitës e keni refuzuar. Dhe të jepni mundësinë grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse nuk është dakord me këto që shkruani ju këtu, të jap argumentat e veta, sepse nuk bie dakord me refuzimin që ka bërë kryetari i kuvendit. Dhe ja ku jam këtu, po e them publikisht edhe për seancën plenare, të 3 kërkesat e fundit që keni refuzuar për interpelancë, ne do t'i dërgojmë në gjykatën kushtetuese për konflikt kompetencash, sepse zotrote siç ta ka thënë gjykata kushtetuese në vendimin e vetëm para pak ditëve, në tejkalim flagrant të kushtetutës, ke marrë përsipër të asgjësosh mbikëqyrjen parlamentare, të asgjësosh të drejtat e opozitës në këtë kuvend, të asgjësosh parlamentarizmin dhe demokracinë, dhe është përgjegjësi e juaja direkte. Nëse ju nuk keni autoritet për të zbatuar kushtetutën dhe për të sjellë Edi Ramën në seancë plenare, jep dorëheqje zotëri, sepse nuk e ushtron dot detyrën e kryetarit të kuvendit. Por ti nuk mundesh të rish në atë karrige në kurrizin e të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës, sepse ke frikë ti thuash kryeministrit që zotëri je i detyruar të vish dhe të japësh llogari në seancë plenare se e ke detyrim kushtetues sipas nenit 80.1 të kushtetutës. Nuk ke guxim, ki guxim të paktën dhe do rriqu nga jo pozit nga... Së pari, tonaliteti nuk ju bën të keni të drejtë
edhe e thëna me ton dhe shkundja e një letre në dorë përsëri nuk ju jep ju të drejtë. Gjithçka, ju lutem, unë nuk ju ndërpreva, ju lutem, ka mundësi? Ka mundësi? Atë që e njoh se më ke qelluar ti me librin e kushtetutës në ditën e parë dhe unë e kapa në ajër dhe pastaj e lexova. Atë kushtetutë përdor, atë që më qelluat ju. E kapa në ajër se ishte kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Atëherë, për transparencë të tjerëve, se ju i dini, nuk mendoj që nuk e dini të vërtetën. E vërteta është që 26 interpelanca që kanë qenë padyshim brenda drejtës tuaj edhe konform rregullores, kushtetutës, ligjit, janë pranuar dhe janë zhvilluar dhe do zhvillohen të gjitha interpelancat, të gjitha interpelancat që do të jenë konform ligjit, sepse nuk është diskrecioni i kryetarit të kuvendit, por është e drejta e çdo deputeti apo grupi parlamentar. E para, e dyta. Do t'i lestojmë, po, sot kur të kemi një pushim, do t'ja vëmë dispozicion. E dyta, i gjeni dhe të raporti ju kam quar me shkrim. Me shkrim ju kam quar raportin në përgjigje të gjitha shqetësimeve tuaja dhe e di që mund të jetë e hidhur kur shifrat përballen me shifra, por kjo është demokracia. Lidhur me interpelancën që ju referuat sot, nuk ka asnjë shkelje të rregullores, larg qoftë të kushtetutës, sepse rregulloria thot, kur refuzohet një interpelancë, deputeti kërkues interpelancën, kërkon, siç ishte edhe rasti me zotin Sheaj, kërkon të lutem, je njoftuar mos bërtit, je njoftuar me shkrim brenda orarit të punës dhe sot, siç kemi bërë dhe në shumë raste të tjera, duhet të ngriheshit, siç u ngritët, duke zhveshur nga ato që u thanë, të kërkoni, të reagoni, mos bërtit. Të kërkoni, të shprehni reagimin tuaj 10 minuta. Fjalën tuaj këtu du ta zhvesh natyrisht nga gjithë përmbajtja politike dhe pavërtet dhe po e marr si kërkesë për të mbajtur 10 minutëshin tuaj nuk është provokim absolutisht. Përkundrazi, unë po ju shmangem gjitha provokimeve, sepse s'jam këtu për të rënë prej provokimeve të askujt. Pra, kërkoni, pra procedura është, zoti Balliu, lutem. Uluni, ju lutem. Jo ti do ta marrësh vetëm nëse ta jep rregulloria dhe kryetari i kuvendit. Pra, rregulloria, po. Dhe rregulloria thot, nëse merr refuzimin për një interpelancë dhe kërkon njoftimi është bërë me shkrim dhe është bërë brenda orarit zyrtar, dhe nëse kërkohet të mbahet 10 minuta fjala për të shprehur kontestimin e vet, jepet fjala 10 minuta dhe nuk ish mohuar askujt. Kështu që fjalën e keni 10 minuta, por ju lutem, ju e kërkuat pas 3 muajsh. Para se ta marr fjalën zoti Klevis Balliu, ju lutem, para se ta marr fjalën zoti Klevis Balliu, zoti Gazmend Bardhi për fjalor jo parlamentar, merrni masën disiplinore konform rregullit 64 të rregullores, treqe vëmendje. Zoti Klevis Balliu, fjala për ju, para se të merrni fjalën, po informoj që një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike është paraqetur një kërkesë për zhvillimin e interpelancës urgjente me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë lidhur me çështjen e Akshit, siç e shikoni materiali ishte përgatitur, nëse ju do të kërkoni, siç e kërkuat, ky është qëndrimi. Pas shqyrtimit të kërkesës, nuk është e vërtetë. Është vlerësuar se mos vazhdoni me etiketime. Është vlerësuar se objekti dhe përmbajtja e saj të kalojnë natyrën kushtetuese të instrumentit të interpelancës parlamentare të parashikuar në enin 80 të kushtetutës dhe në enin 97 të rregullores kuvendit. Nga analiza e materialit rezulton se kërkesa nuk lidhet me marrjen e shpjegimeve mbi politika publike apo ushtrimin e funksioneve ekzekutive të Këshillit të Ministrave, por kryesisht me pretendime dhe çështje që aktualisht janë objekti i hetimit penal
nga organet kompetente të drejtësisë, konkretisht nga SPAK. Kuvendi vlerëson se interpelanca parlamentare nuk mund të përdoret për të zhvilluar debat mbi çështje që janë në hetim penal, pasi kjo do të binte ndesh me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve, si dhe me pavarësinë e organeve të drejtësisë. Po ashtu është çmuar se referimi në raportime mediatike dhe kërkimi i komenteve mbi element të një hetimi penal nuk përbën objekt kontrollit parlamentar në kuptimin kushtetues të interpelancës. Për këto arsye, kërkesa për zhvillimin e interpelancës urgjente me Kryeministrin e Shqipërisë nuk është pranuar në bazën e 89.3 rregullores, kur deputeti kërkues nuk është në një mendje me kryetarin, çështja i shtrohet kuvendit, i cili pasi dëgjon mendimin e deputetit për jo më shumë se 10 minuta vendos me votim të hapur dhe pa debat. Këtë thot rregulloria. Për interpelancën ka kërkuar të shprehet 10 minuta zoti Klevis Balliu. Fjala për ju, zoti Balliu. Sa herë bëhet fjalë për akshin, bëhet një amulli e madhe, jo do ta jap fjalën, a thua se e keni në dorë ju. Mu ma jep të drejtën rregulloria, po këtu kur përmendet akshi dhe kur përmendet Belinda nuk është halli as te akshi, as tek Belinda, por nuk është halli tek Edi Rama. Ja prap tani e çojnë 6 minuta e nisin. Për akshin 6 minuta, tani e ndrojnë 10 minuta. Po fole për akshin këtu, e gjithë qeveria bëhet lëmsh. S'din si ta kamuflojnë. Ndryshohet minutazhi, ndryshohet rregulloria, ndryshohen të gjitha. E para dhe e dyta, zotëri, ne kemi thirrur këtë interpelancë me kryeministrin sepse akshi është institucion në varësi të kryeministrit. Së dyti, akshit, zotëri, pasi ka filluar hetimet, kryeministri Edi Rama është ai që ka dalë dhe prandaj është thirrur interpelanca, ju a kemi shkruar aty, që ka ndërhyrë po doni ju edhe në hetime, i cili thot se Mirlinda Karçanaj nuk është e vërtet, sepse është me mas arrestin, nuk është e vërtet që ajo ka vjedhur, sepse ajo është pa shtëpi, pa katandi, pa makinë, pa asgjë, është në pikë